një ngjarje që është me të vërtet për ta treguar. Si u thash që një vjet e tepër jam në Zvicër, në Lucern. Ramazanin e kaluar, di vajza, njëna është shqiptare, muslimane, për treva e tana, tjetra është zvicrane. Kjo këtu e ka emnin Merjeme. Ajo e ka Maria. 8 vjetë, bashkë në shkollë. Ma dhe ndahe. Mas 15 vjetë dhe takohen me një shopping, me një vetë shërbim. 8 vjetë habiten kër e shofën njëna qetra. Vajzë shqiptare muslimane i thëtë asaj zvicranes Grëce. Dhe më thonë, Isus i qofë me taj. Ajo e thënë thëtë, wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta të djetë habitet. Kjo e jona habitet si apo muslimane, ajo habitet si kjo muslimane, mos jesë muslimane. Kjo jo e mlume, jo e mlume. Allahu gre. Si ndodhi? E pëjt kjo e jona, si ndodhi të pranush islam. Kam lexuar shumë literaturë islame, dhe një ditës, kër e erdi të mbarojmë, subhanallah, i nderuar, temën e maturës, e din çka i ka zgjedhur? Ramazanin praktik. Kujt i ka shku për studentëve tonë të bëje për shembull si temë mature namazin, temë mature agjënimi, zeqati, haxhi. Këtë do tema, këtë do tema. Hoxhallar jemi në do tema çishit. Këtë krishterëzëm. Subhanallah, temë islami Allah që do të kese do vi ta lexoj. Tha si u ba, tha lexova shumë. Tha më lindi ideja që të shkroj temën e maturës në lidhje me Ramazanin praktika, më kjo ta gjinoje. Edhe ta gjinoje të shkroje. Në telefon, në internet e gjeni familje muslimane, buri prej Sirijes, kurse gruaja e konvertume zvicrane, pranume islami. Po pse bashkët e ka zgjedhur, nuk do të kem dallavere shpejt. E islami pastër. Na ka obligu Allah me 100 ibadete. 100 bidateve ja kemi ngjitur bën 200. E 100 adetet tona u bën 300. E 100 për hadiseve do të bën 400, po Allah me 100 na ka obligu, pse i bën për 400? Po të vetë i pas ke fajet. Ne e kemi randet punën, e kemi randu punën. Pra, edhe çka i bie telefon të kështu, pse jo? Një javë ditë. Ajo në sifir, ngrehet sifir shkrohen. Halë sifirin shkrohen. E falin sabahin shkrohen. E falin namazin duha, mas lindjes së diellit e shkrohen. Agjënimin e shkrohen. E çelin iftarin e shkrohen. E falin akshamin e shkrohen. Mandej han iftarin e shkrohen. Tamam si është hadisi, subhanallah. Një javë ditë. Mas një javës, thot, unë sot e përpiloj temën e maturës edhe po ndahemi. Thot, çka kërkoni? Për shembull, kam vetë ke juve, kam grande, kam fletër. Buri musliman thot, ne shkërkojmë, kemi pas nder që ti jesh në mezin tonë, vetëm një gjash shpresojmë, Zoti të të zoje. A din çka thot? Ne po ndahemi, por s'ndahemi për teshës islame. Po ndahemi, mos ndahemi për islamit. Po ndahemi, mos ndahemi për Ramazanit. Dhe di kërkesë e i kam. Kërkesën, inshallah, shtakohemi agje ku i kemi falë taravih, edhe kërkesë tjetër është ditën e Bajramit ta festojmë bashkë në shtëpinë tuaj. Pra, Merjemja u bo Maria, Maria u bo Merjeme. Subhanallah. A ke vajzë të shtëpia jo? A ke që të këto e kronë? Më priti, a ke vajzë të thash i kam di. I kam di, pasha Allah. A i ketë mlume, thash, elhamdulillah. A falen, thash, pës bënë fjallë për të falen. Elhamdulillah. Te e ke vajzën e mlume. Kalzoj matrës e gjithë të shpia, një hoqë plak ishte, na foli pak në qërtoj, a mas kishë fjallë të vetë a hiqë, këtë kishë të Koranit. Thoj, ajo uniforma asaj, bukuria që e ka caktu Allah i teshër, ti mbash të të ka qilna. Pse e refuzon? Mandej, e din se gruja ka lukurën më të halë se buri, ja damton edhe ftofti matë, ja damton edhe nxefti, i fillon t'i rodhet, o vllai dashur. E din se këto vetlat janë që e mbrojnë, për shembull resinin, po ata që i po i shkullin, po bajnë vetla me vetla, subhanallah, lajnë. Ate po e shef, e në gruaj hoqës, e në vajzë hoqës, pasha Allahun. E në vajzë hoqës po e banë këtë gjatë. E aj hoqë nuk është. Aj nuk është hoqë, aj vetëm se emnin po e zam hoqë. Lusë Allahun të në këthet, të në bëj hidet.